Gjatë një interviste, bashkëshortja e Mirit Rabea Shahini ka reaguar për herë të parë ndaj deklaratës së fortë të babait të Selin, i cili e quajti Mirin pervers dhe zhigolo. Rabea u shpreh se deklarata e tij e ka tronditur dhe e ka nervozuar, duke theksuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë një person pa e njohur apo pa pasur fakte konkrete. Kur e dëgjova u shokova. Nga njëra anë e kuptoj merakun që ka një baba për vajzën e tij, por ky merak nuk të jep të drejtën të gjykosh një person që nuk e njeh dhe që nuk ka bërë asgjë. Ai ka bërë vetëm një lojë, u shpreh ajo. Mëtej Rabea theksoi se përgjegjësia nuk mund t'i faturohet vetëm Mirit, duke shtuar se babai i Selin duhet të shohë vajzën e tij. Si baba, nuk mund të hedhësh gjithë fajin te Miri, por shikoje edhe vajzën tënde. Ajo ka marrë disa këshilla nga jashtë, por ose nuk i ka kuptuar, ose nuk ka dashur t'i kuptoj. Shikoje pak vajzën tënde, se edukimin ja ke dhënë ti, jo Miri, tha ajo. Sa i përket raportit mes Selin dhe Mirit brenda shtëpisë së Big Brother, Rabea e përshkroi atë si një marrëdhënie thjesht miqësore, e krijuar për shkak të rrethanave të lojës. Marrëdhënia e tyre ka lindur nga një detyrim brenda lojës, pasi ishin të detyruar të flinin bashkë. Nuk e shoh sikur Miri është dashuruar apo ka ndjenja, për mua është thjesht një marrëdhënie miqësore, përfundoi Rabea. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.